Mirëmëngjesit dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 19 shkurt dhe ne si çdo ditë do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vijmë me ngjarjet më të rëndësishme të kësaj date dhe do të kthehemi në vitin 1878. Në Berlin, liderët e fuqive të mëdha u mblodhën për të diskutuar fatin e Ballkanit. Kongresi i Berlinit do të ndryshonte përgjithmonë hartën e rajonit, duke vendosur kufit e shteteve që ishin në kërkim të pavarësisë nga Perandoria Osmane. Në vitin 1915, në brigjet e Turqisë, ushtarët britanik dhe francez nisën një nga betejat më të përgjakshme të luftës së parë botërore. Vitin 1942, Amerika përballej me një vendim të vështirë. Presidenti Franklin Roosevelt nënshkroi një urdhër ekzekutiv që detyroi internimin e mijëra japonezëve amerikan pas sulmit në Pearl Harbor. Në vitin 1986, nga thellësitë e Bashkimit Sovjetik, u hodh në orbit stacioni hapësinor Mir. Ky ishte një hap i madh për shkencën dhe eksplorimin e universit, një stacion që për më shumë se 15 vjet do të bëhej shtëpia e astronautëve nga e gjithë bota. Në vitin 2008, Fidel Castro largohet nga pushteti. Pas gati 50 vitesh si lider i Kubës, ai vendos të tërhiqet duke i lënë vendin e vëllait të tij Raul Castro. 19 shkurti është dita e 50 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 314 ditë. Ngjarje 197. Perandori romak Septimius Severus mundi pushtuesin romak Clodius Albinus në luftën në Ludgunum, që ishte lufta më e përgjakshme mes armatave romake. 1807. Ish zëvendës presidenti amerikan Aaron Burr u arrestua në Alabama për tradhti. 1864. Knights of Pythias u themelua në Washington DC nga Justin P. Rothbaum. 1878. Fotografia u patentua nga Thomas Edison. 1931. Albanologu i shquar Milan Sufaj u bë viktime e atentatit kriminal serb, duke hyrë në banesën e tij në Zagreb të Kroacisë. Atë e privoi nga jeta dora vrasëtare e kriminalit serb Branko Zvergel, i cili i takonte organizatës terroriste Mlada Jugoslavia, Jugosllavia e re. 1985. Aeroplani Iberia Airlines Boeing 727 u rrëzua nga Mount Oise në Spanjë. 2008. Australia dhe Senegali e njohën Kosovën si shtet të pavarur. 2020. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e Shqipërisë raporton të kishte 75.192 të infektuar nga COVID-19 në glob. Shqipëria teston 6 të dyshuar të cilët rezultojnë negativ. Do të vijmë të flasim për lindjet e kësaj date, do të kthehemi në vitin 1473, ku na vjen në jetë Nikola Koperniku, një emër që ndryshoi përjetësisht mënyrën se si e shohim universin. Astronomi polak që na mësoi se është dielli, jo toka, që ndodhet në qendër të sistemit diellor. Në vitin 1953, Massimo Troisi, një talent italian në aktrim dhe regji, i njohur për filmin e tij prekës, Io Postinio. Në vitin 1967 do të vinë në jetë Benicio del Toro, aktori që me rolet e tij të fuqishme në filma si Traffic dhe Sicario ka manitur publikun dhe kritikët. Në vitin 1977, Gianluca Zambrotta, një ikon e futbollit italian dhe pjesë e skuadrës që fitoi Kupën e Botës në vitin 2006, do të vinë në jetë. Maria Kirilenko do të vinë në jetë në vitin 1986, tenisja ruse që shkëlqeu në arenën ndërkombëtare duke fituar tituj të rëndësishëm dhe duke përfaqësuar vendin e saj në lojrat olimpike. Lindje 1473. Lindi Nikolus Kopernikus, astronom polak. 1924. Lindi Lee Marvin, aktor amerikan, fitues i Academy Awards. 1940. Lindi Sapar Murat Niyazov, politikan nga Turkmenistani. 1948. Lindi Vasilaj Vangeli, aktor shqiptar i komedisë dhe dramës. 1952. Lindi Danilo Turk, politikan sloven. 1953. Lindi Cristina Fernandez de Kirchner, politikane argentinase.
1967. Lindi Benicio del Toro, aktor. Si çdo datë, kjo datë nuk shënon vetëm lindje, por gjithashtu dhe vdekje të personaliteteve të mëdha, dhe në vitin 197, Septimius Severus, perandori romak që sondoi me dorë të hekur dhe e ktheu perandorinë romake në një fuqi të padiskutueshme, ndërron jetë. Në vitin 1928 ndërron jetë Roald Amundsen, heroi norvegjez i eksplorimeve polare, i pari që arriti në polin e jugut, duke sfiduar të ftohtin ekstrem dhe rreziqet e panjohura. André Gide ndërroi jetë në vitin 1951, shkrimtari francez që la pas vepra të mrekullueshme dhe u nderua me çmimin Nobel në letërsi. Lideri kinez që transformoi Kinën në një ekonomi të mbyllur komuniste, Deng Xiaoping, vdiq në vitin 1997. Dhe së fundmi, në vitin 2016 do të kemi ndarjen nga jeta të Umberto Eco, filozofi dhe shkrimtari italian, autori i romanit të famshëm Emri i Trëndafilit, një histori plot mister dhe enigma. Vdekje. 1951. Vdiq André Gide, shkrimtar francez, nobelist. 2016. Vdiq Umberto Eco, shkrimtar italian. Festa dhe përvjetore. Turkmenistani, dita e flamurit. Tani u të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të frutit arhat. Fruti arhat është një ilaç që ëmbël dhe i freskët që ndihmon në përmirësimin e tretjes, pastrimin e nxehtësisë dhe eliminimin e toksinave. Karakteristikat botanike. Bima është barishtore shumë vjeçare, ngjitëse. Trungu mund të jetë i gjatë 1 deri në 3 metra. Përbërja kimike, ai përmban vitaminë C, hekur, zink, mangan, glukozë, nikel, kallaj dhe shumë element gjurmë të mirë për shëndetin. Antioksidant. Fruti përmban shumë ogrosit, përbërësi që përbën ëmbëlsinë karakteristike të frutave. Kjo substancë është vërtetuar dhe shkencërisht se ka efekte të fuqishme antioksidante, ndihmon në ngadalësimin e procesit të plakjes, mbrojtjen e qelizave në trup nga sulmi radikaleve të lira dhe parandalimin e sëmundjeve. Ëmbëlsira natyrale e këtij fruti mund të zëvendësojë sheqerin gjatë përpunimit të disa ushqimeve dhe pijeve. Kjo frut gjithashtu ka një përmbajtje relativisht të ulët në kalori, kështu që është veçanërisht e dobishme për njerëzit me obezitet dhe diabet. Përdoruesit e rregullt gjithashtu zvogëlojnë rrezikun e këtyre sëmundjeve të rrezikshme. Për shekuj me radhë, mjekësia tradicionale kineze është përdorur edhe si një trajtim për diabetin. Kjo barishte vepron duke ulur nivelet e sheqerit në gjak, duke stimuluar pankreasin të prodhojë më shumë insulin. Në këtë mënyrë redukton simptomat e diabetit në mënyrë natyrale. Mbështetje për parandalimin dhe trajtimin e kancerit. Antioksidantët në frutin e arhatit kanë aftësinë të pengojnë përhapjen e tumorave duke parandaluar përhapjen e qelizave kancerogjene. Efekti antibakterial i këtij fruti mund të zëvendësojë antibiotikët në rast të infeksioneve jo shumë serioze. Gjatë disa studimeve mbi pacientët me prishje të dhëmbëve, studiuesit zbuluan se kjo bimë ka një aftësi të mahnitshme për të frenuar bakteret. Përveç kësaj, ndihmon në parandalimin dhe mbështetjen e trajtimit të infeksioneve. Fruti arhat ka veti të ftohta për të ndihmuar në ftohjen e gjakut, për të mbështetur detoksifikimin e mëlçiv dhe për të pastruar zorët. Në të njëjtën kohë, ai është i njohur dhe për efektet e tij laksitativ, duke stimuluar tretjen dhe ndihmuar në efektin e saj. Parandalimi i sëmundjeve të frymëmarrjes dhe kardiovaskulare. Konsumimi i lëngut ose i frutit mund të ndihmojë në parandalimin dhe mbështetjen e trajtimit të sëmundjeve të frymëmarrjes si kolla, bronkiti dhe laringiti. Për biografinë e sotme do të flasim për jetën dhe veprën e një mjeshtri të fjalës.
pikërisht për Umberto Eco. Umberto Eco ishte një nga mendjet më të ndritura të shekullit 20 dhe 21, një shkrimtar, filozof dhe semiolog dhe akademik italian, i cili la pas një trashëgimi të pasur në letërsi dhe mendim kritik. Ai është i njohur në mbar botën për romanin e tij Emri i Trëndafilit, një vepër që ndërthur misterin, historinë dhe filozofinë në mënyrë mjeshtërore. Umberto Eco lindi më 5 janar të vitit 1932 në qytetin Alessandria të Italisë. Familja e tij kishte tradita ushtarake, por Eco zgjodhi një rrugë krejt tjetër. Pas luftës së dytë botërore, ai studioi në Universitetin e Torinos, ku mori një diplomë në filozofi. Gjatë kësaj periudhe, ai u njoh me mendimin e filozofëve të mëdhenj dhe filloi të zhvillonte interesin e tij për semiotikën, shkencën e shenjave dhe simboleve. Pas përfundimit të studimeve, Eco angazhua në mësimdhënie dhe kërkime akademike. Ai u bë një nga studiuesit më të shquar të semiotikës dhe zhvilloi teori që ndikuan në shumë fusha, nga gjua te arti dhe mediat. Në vitin 1975, ai u emërua profesor i semiotikës në Universitetin e Bolonjës, një prej institucioneve më të vjetra akademike në botë. Eco ishte një studiues i pasionuar i mënyrës se si njerëzit i japin kuptim botës përmes gjuhës, simboleve dhe tregimeve. Librat e tij teorik, si Traktati i Semiotikës së Përgjithshme dhe 6 shëtitje në pyetje narrativës, janë tekste themelore për studiuesit e letërsisë dhe komunikimit. Në vitin 1980, Umberto Eco befasoi botën duke kaluar nga Akademia në Letërsinë Artistike me romanin e tij të parë, Emri i Trëndafilit. Ky libër i vendosur në një manastir mesjetar është një përzierje brillante e misterit, filozofisë dhe historisë. Historia ndjek një murg i cili përpiqet të zbulojë një steri vrasjes misterioze, ndërkohë që lexuesi ndeshet me debatet filozofike dhe religjioze të asaj epoke. Pas suksesit të këtij libri, Eco vazhdoi të shkruante romane të tjera të rëndësishme. Përveç se ishte një shkrimtar i jashtëzakonshëm, Eco ishte një kritik i ashpër i mediave moderne dhe ndikimit të tyre në shoqëri. Ai shpesh fliste për manipulimin e informacionit dhe rëndësinë e leximit kritik. Umberto Eco u nda nga jeta më 19 shkurt 2016 në moshën 84 vjeçare. Largimi i tij la një boshllok të madh në botën e letërsisë dhe filozofisë, por idetë dhe veprat e tij do të vazhdojnë të jetojnë për brezat e ardhshëm. Nikola Koperniku lindi më 19 shkurt 1473 në Thorn dhe vdiq në 24 maj 1543 në Freiburg. U bë njëri nga astronomët më të shquar europian me teorinë e tij të lëvizjes së planetëve nëpër orbita rreth diellit. Me zbulimet e tij, ai krijoi një botkuptim të ri pasmesjetar. Përveç kësaj, ai ishte doktor, astrolog, astronom, jurist, fizikant, diplomat, ekonomist, matematikan, mjek, qeveritar dhe ushtar. Kombësia e Kopernikut që nga shekulli 19 u bë shkak për shumë kundërshtime të ashpra. Një gjë, por është e qartë se ai ishte ose polak ose gjerman. Kjo gjë pasqyrohet në emrin e tij. Në gjermanisht ai quhet përgjithsisht Nicolaus Copernicus, për shkak të versionit të latinizuar Copernicus nga mbiemri Kopernik. Në polonisht ai quhet Mikołaj Kopernik. Koperniku ishte biri i një gruaje gjermane. Kombësia e të atit është e paqartë. Qyteti i tij i lindjes Thorn, pak kohë pas lindjes së tij kaloi në sundimin e mbretit polak, kështu që ai formalisht njihet si polak. Koperniku lindi më 19 shkurt 1473 në qytetin Thorn, tani Turun, Poloni. Babai i tij ishte një tregtar nga Krakowi dhe nëna e tij ishte vajza e një tregtari të pasur Torun. Nikola është më i vogli nga 4 fëmijët. Në Krakov dhe shumë universitete ai studioi matematikën, astronominë, teologjinë, drejtësinë dhe mjekësinë, që nga viti 1512 derisa vdiq. Më 1543 jetoi në Freiburg, një qytet i vogël në Prusinë Lindore, ku emëruar kanonik në katedrale. Koperniku në fakt është specialist i të drejtës kanonore, disiplinë në të cilën arriti gradën doktor. Puna si kanonik në katedrale i plotësonte nevojat ekonomike, kështu që mund të kushtohej hulumtimeve shkencore të trupave qiellor. Astronomia ishte disiplina e preferuar e tij. Pozicioni gjeografik i Freiburgut, që ndodhej në Bregdet, e favorizonte punën argëtuese të tij. Koperniku e vendosi observatorin dhe vetbanimin në një nga kullat mbrojtëse të Bregut. Instrumentet e tij ishin shumë të thjeshtë. Koperniku ishte më shumë teoricien se vrojtues. Ndimesa e tij në astronomi, që është një ndimes mjaft e madhe, qëndron në një teori në kundërshtim me idetë e pranuara deri atëherë. Nuk është kupa qiellore që bën një rrotullim të përditshëm përreth tokës, por është toka që rrotullohet rreth boshtit të saj, imagjinar.
dhe përshkon në të njëjtën kohë një rrotullim rreth diellit. Koperniku arriti në këtë përfundim pasi studioi astronomët grek e arab, por edhe nga vrojtimet vetjake. Toka nuk është qendra e universit, por një nga planetet që rrotullohet rreth diellit. Kjo frazë thjesht është parimi themelor i pikpamjes kopernikiane për një nga miliona trupat e tjerë qiellor. Koperniku në përfundimet e tij arriti pas shumë fakteve shkencore. Sigmund Freud, në një nga veprat e tij, thotë se gjatë rrjedhës së kohërave, shkenca i ka dhënë dy goditje krusmuese mendimit naiv që njeriu kishte për vlerat e tij. Herën e parë kur Koperniku nuk e pranoi tokën si qendrën e universit, dhe e dyta kur Darwini provoi t'i heqë njeriu pozicionin e privilegjuar që besonte se zinte përballë botës së kafshëve. Përpara Kopernikut mundohej se dielli dhe yjet ishin krijuar në funksion të tokës dhe toka në funksion të njeriut. Kur ai shpalli se universi nuk rrotullohej rreth planetit tonë, vedia njerëzore pësoi një tronditje shëngulluese. Koperniku pati një ndikim aq revolucionar në kuptimin që njerëzit kishin për botën, sa vetëm bashkosi i tij, Kristofor Kolombi, mund të mendojë se kishte arritur një lavdi të tillë. Do të vijmë me rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për vendin ku dy oqeane nuk përzihen së bashku. Ky fenomen manicës ndodh në gjirin e Alaskës, ku ujërat e oqeanit paqësor dhe detit të Beringut krijojnë një kufi të dukshëm midis tyre. Në këtë zonë mund të shihet qartë një vije dallueshme që ndan dy masa ujore, njëra më e errët dhe tjetra më e çelët. Arsyeja kryesore që ndodh kjo është ndryshimi në densitetin, temperaturën dhe përmbajtjen e kripës midis dy oqeaneve. Uji i detit të Beringut është më i ftohtë, më i dendur dhe përmban më shumë krip, ndërsa uji i oqeanit paqësor është më i ngrohtë, më pak i kripur dhe më pak i dendur. Këto dallime krijojnë një pengesë natyrore që i mban ujërat të ndara për një periudhë të gjatë kohore. Megjithatë, me kalimin e kohës dhe në ndikimin e erave dhe rrymave oqeanike, këto ujëra përzihen gradualisht. Një dukuri e ngjashme ndodh edhe në vende të tjera të botës, si në ujëra pranë Gibraltarit, ku oqeani Atlantik dhe deti Mesdhe krijojnë një kufi natyror për shkak të ndryshimeve në kripsinë dhe temperaturën e ujit. Vrasja e Milan Shuflaj. Lindi në Lepovglav 9 nëntor 1879, Zagreb. Vdiq më 19 shkurt 1931. Ka qenë politikan, historian dhe nacionalist kroat, qendër themeluesit e albanologjisë, si dhe autorit të parit roman fantashkencor të letërsisë kroate, ashtu edhe vepra tjetër letrare që shkroi. Konstantin Balça është ndër romanet e para historike me tematikë shqiptare. Si nacionalist kroat u përndoj nga mbretëria jugoslave dhe vrasja e tij shkaktoi jehon ndërkombëtare. U lind në vitin 1879 në gjirin e një familje të fisnikërisë së ulët, në Lepoglav, të mbretërisë së Kroacisë Slavonisë, i biri i Agustin Suflaju, mësues dhe Francisca Welle. Shkollën fillore kreu në vendlindje, ndërsa gjimnazin klasik në Zagreb, ku laureohet si nxënësi më i mirë i gjeneratës së tij. Studion shkencat shoqërore në Universitetin e Zagrebit. Doktoron në vitin 1901. Menjëherë pas doktoratës, Shuflaj i futet punës për sistematizimin, mbledhjen dhe përshkrimin e dokumenteve mesjetare nga arkivet e qyteteve bregdetare të Dalmacisë për Codex Diplomaticus. Në vitin 1902, Shuflaj mbron me sukses provimin për profesor në shkencat ndihmëse të historisë në Universitetin e Zagrebit. Në vitet 1902-1903 specializohet në Vjenë në fushat e paleografisë, latine, diplomacisë, kronologjisë dhe notariatit. Në këtë vit regjistron te Jiriçeku studimet e albanologjisë në Kolegjin e Vjenës, të cilat nuk ka arritur t'i përfundoj. Në vitet 1904 deri në 1908, Dr. Shuflaj punon si asistent në Bibliotekën Kombëtare Shnezenski të Budapestit. Këtu thellon njohurit në fushën e ballkanologjisë dhe sidomos albanologjisë, vendos kontakte të shumta me intelektualë dhe shkencëtar me famë botërore. Kontakte këto që do t'i shfrytëzoj më vonë gjatë gjithë punës së tij shkencore. Në Budapest, Shuflaj botoi në revista dhe gazeta të ndryshme një numër të madh punime shkencore me vlera të jashtëzakonshme. Në revistën Zastok boton 2 punime për mesjetën kroate, ku me argumenta shkencore tregon se dokumentat e rabit të shekullit të 11 dhe 12 për mbretin kroat
Zuani mirë ishin falsifikat. Kjo gjë më vonë do t'i kushtoj shumë, sepse do të shpallet tradhtar i popullit kroat dhe studentët e tij do t'ia bokujtojnë leksionet. Në vitin 1908 emërohet profesor i rregullt për shkencat ndihmëse të historisë në Universitetin e Zagrebit, së bashku me Talocin dhe Iri Çekun. Në vitin 1913 dhe 1918 boton në 2 mbëllime kryeveprën. Në vitin 1918 me kërkesën e tij pensionohet e pastaj boton pjesën e tretë e historisë së Shqipërisë, të cilën kishte planifikuar ta shkruante në 8 vëllime. Në dhjetor të vitit 1920 burgoset, dënohet me 3 vjet e gjysmë burg, të cilat i bën në Mitrovicën e Sremit. Në vitin 1925 boton studimin Sërbi i Albanasi. Në vitin 1928 botoi librin me ese. Po këtë vit emërohet profesor i rregullt në Universitetin e Budapestit. Për shkak se nuk kishte pasaport, detyrohet të refuzojë këtë emërim. Në vitin 1929, Akademia Vieneze e Shkencave i proposon doktor Shuflaj që të vazhdonte vjeljen e lëndës arkivore për vazhdimin e botimit të akta et diplomata res Albanies Medias. Këtë iniciativë e përkrau edhe qeveria e mbretërisë shqiptare, e cila shpreu gatishmërinë e saj që të hiqte shpenzimet për një ndërmarrje të tillë kaq serioze dhe të vlefshme. Doktor Milan Shuflaj ftohet të vizitojë Shqipërinë. Pas shumë peripecisë rreth pajisjes me pasaport, ai arrin në Shqipëri më 12 janar të vitit 1931. Vritet nga dora e kriminalëve më 18 shkurt të vitit 1931, një ditë pas kthimit nga Shqipëria, duke lënë pas shumë studime të papërfunduara në dorëshkrim, një pjesë e mirë e të cilave ruhet në Arkivin Shtetëror të Kroacisë në Zagreb. Për vrasjen e doktor Shuflaj kanë reaguar shumica intelektualëve të kohës, në mesin e të cilëve edhe shkencëtari i njohur Einstein. Tani do të ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 19 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë alternime mes vranësirave dhe intervaleve me diell, ndërsa në disa zona priten rreshje shiu. Paraditja do të paraqitet me vranësira në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa pasditja sjell kthjellime të përkohshme në jug dhe jugperëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell kryesisht në zonat jugore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:23 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:26 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 5 deri në 14 gradë Celsius. Kukës 2 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 1 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 6 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 5 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 6 deri në 14 gradë Celsius. Berat 5 deri në 14 gradë Celsius. Korç 0 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 3 deri në 11 gradë Celsius. Sarand 6 deri në 15 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës.
Territori i Kosovës për datën 19 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit relativisht të qëndrueshëm me vranësira dhe intervale me diell, ndërsa në disa zona perëndimore priten rreshje. Paraditja do të jetë e ftohtë me mjegull në disa zona, ndërsa pasditja sjell kthjellime të pjesshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë I ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:20 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 0 deri në 10 gradë Celsius, Podujev -2 deri në 10 gradë Celsius, Skënderaj -1 deri në 10 gradë Celsius, Pej -1 deri në 7 gradë Celsius, Prishtinë 0 deri në 10 gradë Celsius, Gjakov 0 deri në 11 gradë Celsius, Malishev 0 deri në 11 gradë Celsius, Gjilan -2 deri në 11 gradë Celsius, Perizaj 0 deri në 12 gradë Celsius, Kaçanik 0 deri në 8 gradë Celsius, Suharek 2 deri në 12 gradë Celsius, Prizren 0 deri në 11 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishim sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, miru takofshim.